Apo ki qef me shku me pa kampionatin botror në Amerikë? Nëse don me shku vet me i pa nja 2-3 ndeshje, dosh me i rezervu të paktën nja $10,000. A nëse don me shku me familje, dosh me shit viqin, kerin ose dhe banesën. Hajde t'ju tregoj pse. Bileta më e lirë me çmim të rregullt për të shikuar një kombëtare nga ndeshja e parë e deri në finale kushton 5.240 funta. Edhe këtu dosh me llogarit që kime pa ndeshjen prej një cepi të stadiumit 100 metra larg fushës. Bileta më e shtrenjtë me çmim të rregullt për të shikuar një kombëtare nga ndeshja e parë e deri në finale kushton 12.366 funta. Ku janë biletat e aeroplanit, akomodimi, ushqimi, mthe, thash e tjera. Ka bën ti, a ki fetem, a qësh nëzirësh? Shtënja tash lapsin e kalkuloje sa të bëhet në total nëse shkon me antar të familjes.